Rajo Vallecano përballë dje me Lech Poznan në kuadër të raundit të tretë të Ligës së Konferencës. Sfida u fitua nga skuadra spanjolle me rezultatin 3-2. Nga minuta e 55 u aktivizua Ivan Balliu, mbrojtësi kombëtares u zëvendësua në kuadër të 4 ndërrimeve që u kryen nga trajneri Inigo Perez. Pastaj pasoi dhe përmbysja e madhe nga rezultati 0-2 që regjistrohej në favor të miqve. Pas ndeshjes u fol për përplasjen në pankinë të Ivan Balliut me Inigo Perez. Ky i fundit u shfaq mjaft i tensionuar gjatë kësaj kohe dhe u nevojit ndërhyrja e lojtarëve të tjerë për të qetësuar situatën. Gjithçka duket se nisi në Spanjë pas disa fjalëve të shkëmbyer gjatë zëvendësimit. Më pas trajneri 37 vjeçar nuk doli as në konferencë pavarësisht fitores. Kështu u pa të largohej nga stadiumi drejt makinës së tij, ndërsa klubi e justifikoi duke thënë se nuk ndihej mirë. Balliu ndërkohë do të jetë pas kësaj jave në dispozicion të kombëtares. Silvinho e ka bërë pjesë të listës që kërkon të shkruajë historinë.